Çfarë mendimi ki për Ferro? Po edhe nuk është stabil më duket. Nuk është stabil. Kjo më duket një variant i Vali Corleones, veç variant i reperi. Unë mendoj që Ferro është i ri, edhe si i ri ka bo shumë famë, edhe natyrisht që famën nuk e pranojnë këtë njerëzit njëjtë. Edhe fama e madhe ka një herë e nxirr njerin prej binarëve. E unë mendoj që Ferrës i ka ndodhur kjo. Edhe kjo, do me thonë, pej një ekstremi tjetër, këcej në ekstrem, so që këse gjodën të autostrada e u falke, një dëst i veti, në shok i veti e gjirojke që me po këta që këqyri u ktheva ka kibla, për deri so i ro pishmën tash, e dullë në ujna këj tjerë që kalëzën jo fokus, jo stabilitet. Unë e menej që njerëzit nuk ka nevoj me bo kësi këcime, pro nëse i takon jetës moderne, rre njetën moderne. Nëse i takon jetës fetare, rre njetën fetare, nuk ka kur gjë keq. Po nuk mund është me konë edhe me tatu, dhe i këtu në fëtë si rodhëk. Edhe hoqë, se nuk shkën ajo, se mas pari nëse hoqë o hoqë për i mes t'lon gjenozën kurdes, e nëse jere per që apo të vynë ajo pjesa e fesë. Pra këto e në ato që unë menaj që i bojnë për me regrutu nashta fansa që të botës fetare, hinë sezonalisht bonë dhe paku që me mlidh në i farfansit të në i këthejë në petë rrugës për shkendis. Kemi personazhin tjetër i cili po besoj do t'na marrë një 10 minuta ku nga ti. Jo që shkurpim shoj. Unë e menoj që Albin Kurti, i vetëm sukses i madh i Albin Kurtit është konsistenca e tij në budallakun e vetë, menaj. Nëse muna me thonë kështu, sepse kjo ka qenë kundrejt pavarësisë Kosovës, kjo se ka njoft Republikën e Kosovës, kjo e ka njoft Republikën e Kosovës, masi që na ka njoft Izraeli, dhe pak para këtyne dy njohjeve që na ardhen tash nga Vjosa Osmani dhe Bexhet Pacolli, që ardhen nga vendet e Afrikës, pra i vetëmi sukses i këti ka qenë fitoria e madhe e zgjedhjeve. Për pos fitores e zgjedhjeve, Albin Kurti edhe në Prishtinë sa ka qenë, 8 vjetë me kandidatin e ti, shpendin, e pastaj edhe me upreshën e ubon, po edhe në qeveri një lule, ose një ure madhe, ose një projekti madh kapital nuk u bo. O shtrejtu rryma, o shtrejtu qmimet, njerës kanë vazhdu me lëshu venin, qysh kanë vazhdu, pra kur gjës kanë ndodhë ekstravagante e veçantë speciale që me jajep një merit. As nuk është nalë hajnia, as nuk është nalë krimi, veriu është proklamu, po tash e shohim kur dalin ata në zgjedhje, sa flamura shqiptarë kanë me konë, qysh komu këty situata, ato senet njerës kanë mi po. Pra Albin Kurti është një egocentrik i cili është gjendje të natë vërtetat mi shtramu, mi diskreditu vetëm një rene tina të dalë në pa.